Një ngjarje e rëndësishmëruar pak më parë në qytetin e Vlorës ku një motociklet është goditur nga një automjet, pikërisht nga automjeti që gjendet atje, i cili më pas është goditur një tjetër automjet dhe drejtuesi i motorit fatmirësisht është dërguar në jetë në spitalin e Vlorës, ndryshe nga disa raste të fundit, ditët e fundit kanë humbur jetën dy të rinj, pak më përpara Nidi, një 19 vjeçar, disa ditë më parë, është varrosur pas qëndrimit në koma disa ditë. Thirrja për të gjithë të rinj dhe për drejtuesit e automjeteve. E para një për të rinj, kujdes me motor, gjithmonë duhet mbajtur kokorja. Dhe më pas për drejtuesit e automjeteve, që të jenë më të kujdesshëm pasi shifrat dhe numrat e ditëve të fundit të viktimave të motorit janë vërtet të larta. Flasim paktën dy persona kanë humbur jetën dhe janë të rinj, 19 vjeç dhe tjetri që nuk ishte mbusur as 30 vjeç. Siç e shikoni nga pamjet, goditja ka qenë aq e fortë sa ka dëmtuar edhe një tjetër automjet. Shpresojmë që dëmet jenë sa më të pakta për drejtuesin e automjetit, të motomjetit në këtë rast, ndërsa nga ana e policisë tashmë po merren masat. Më shumë është një thirrje sensibilizuese që të kihet sa më shumë kujdes për të gjithë ata që drejtojnë motomjete, por nga ana tjetër dhe ata që drejtojnë automjete të kenë kujdes.